Takimin përmbyllës së fushatës në Fier që socialistët e cilësojnë si kryeqytetin e tyre, kryeministri Edi Rama e nisi me transformimin e Gjanicës, që sipas tij është simbolika më e mirë për të kuptuar zhvillimin që ka pësuar gjithë Shqipëria në këto 12 vite qeverisje. Ashtu sikundër ne e kthyem Gjanicën nga një plak në një kartolinë krenarie, ashtu ne e kthyem të gjithë organizmin e Shqipërisë nga një plak e hapur në një emër që tani më na bën krenar. Entuziazmin që i gjeti te socialistët e Fierit, ai kërkoi që të shpërndahet në të gjithë Shqipërinë për të bërë të mundur që 11 majit i jap Partisë Socialiste një fitore historike. Kjo është një fitore për të ulosur rilindjen e Shqipërisë si zonjë në sallonin e madh të shtëpisë së Evropës Bashkuar. Pas ulmuar nuk la as kreun e opozitës dhe drejtuesin politik të PD-s në qarkun Fier. Nuk mund të bëhet Fieri gazi i botës, nuk mund të bëhet Shqipëria gazi i botës, duke shkuar pas një plaku të rrjedhur. Në lushnjë kreu i socialistëve theksoi se PS-s nuk i duhet thjesht një fitore, por një mandat i fortë për ta çuar Shqipërinë në BE brenda kësaj dekade. Duke i bashkuar votat tona, t'i japim një shtys shumë të fortë Shqipërisë. E bindur në një fitore të thellë u shpreh edhe drejtuesja politike e qarkut të Fierit, Belinda Balluku. Jo me drapër, por me auto combine, të gjithë bashku, drejt kutive të votimit për të korrur fitoren më të madhe historike në qarkun e Fierit. Më herët Rama ishte në Fushkruj ku bëri bilancet e qeverisjes 12 vjeçare, që thotë se sjell kokë lart për të kërkuar një mandat të katërt. Kemi përmbyllur të gjithë detyrimet tona me shpërndarjen e 350 apartamenteve të fundit që kanë mbetur vetëm për shkak se respektuam këtë periudhë zgjedhore që ka disa rregulla të caktuara. Kreu i qeverisë nënvizoi se programi i socialistëve nuk është një libër me premtime surreale si i kundërshtarëve, por një plan i vendosur mbi themele shumë të forta.